Unë jam bie popullit. Aurela Gaçe reagon pas thirrjeve për bojkot të koncertit të saj nga disa protestues. Aurela Gaçe ka reaguar pas thirrjeve për bojkot koncertit të saj në Shkodër me anë një postimi në rrjetet sociale. Ajo shkruan se është bie popullit, duke i bërthirë personave që kanë përdorur foton e saj. Nëse po lufton për një çështje të madhe kombëtare, sillu si e madhe. Unë jam bie popullit, jam krah ti edhe me vepra. Ndaj kujdes e dashur, kur të marrësh foton e dikujt që nuk ka punuar kurrë në shtet, nuk merr rrogë askund ku cënohen taksat e popullit, nuk ka pranuar kurrë të jetë pjesë fushatash elektorale, pra jam vërtet një person publik, po jo ai ose ajo që ka vjedhur këtë popull. Protesta ime është e lehtësueshme në çdo postim timin dhe me shkruarjen time në shesh. Informimi është i domosdoshëm. Unë jam person publik, por privat.